Allah. Koha e mizoris neve na ka ploj, po I shofim gjunohet as pak nuk. O ju musliman, të mirë dhe të këqij, të gjithë jeni të hipur me një ani. Nëse fundosën të këqijin, do të fundosni dhe ju me ta. Pra, muslimani ka obligim prej besimtarit alip që të vepron diçka. Çka të vepron? Çka të ban? Që në që të përdor zullumqarit dhe ti thot nja, ti thot nja, ti thot nja, ti thot nja. فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي الله الله أنا باليقين وبالسلاح. Ka thonë nëse përmbush një kushtin, cili a kushti me qenë populli ma I zgjedh, populli ma I dash, populli ma I lavdruar, ka thonë nëse urnoni në të mirë dhe ndaloni nga e keqja, ndaloni nga e keqja, nga e keqja, ndaloni nga e keqja. Allahu akbar فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي. A ka fjalë më të mira se sa ata që thërasin rrugën Allah? Do me thonë, a ka njerëz dhe musliman më të mirë se sa ata që urnojnë në të mirë dhe ndalojnë nga keq? Allahu Azza wa Jall me këta jetë ka dash me na thonë se së ngjeni më të mirë se to. مصرعي بالحق سوف أرده وبمدفعي فإذا فنيت فسوف أفنيه معي قولوا معي الله فوق المعتدي الله أكبر فوق. Allah I dashur musliman, në këtë umet, në këtë gjemon, në këtë shoqëri, ka hajr. Vetëm se ne duhet me gjetë mënyrën se I si flas me njerëz, si thos me njerëz, si mësoj njerëzit për çka se këtë dëtir e kena prej anës Allahut Azza wa Jall. Dhe ne nëse nuk ngritmi me këtë dëtir, Allahu Azza wa Jall ka mundësi me zbrit dënimin edhe me I shijuën dënimin Allah edhe ata të cilët kanë qenë ndoshta të kujdesshëm deri dikun ndaj rregullat Allahut Azza wa Jall. الله فوق المعتدي قولوا معي الله فوق المعتدي الله أكبر. Ai cili nuk urnon në të mirë dhe nuk ndalon nga e keqja, nuk respektohet në dunjë. Pa prindi ndersh, apo e din ti pse s'po respektohet shtëpinë tonë? Për shkak se gjunojnë e shenë shtëpinë tonë, nuk I dhnohesh për Allah. Për këtë arsye kanë thonë të parë të orë, derisa nuk I dhnu për Allah, Allahu e ka bo që fëmijët e tu me t'i dhnu ti në këtë dunjë. S'ka respektim. Allah na fal, Allah. Koha e mizoris neve na ka ploj, po I shofim gjunohet as pak nuk dalojm. Ta një imam, munafikut me jabo me gjirë, muslimon mos me pas vlerë, tha po valla. Tha pse ja imam? Tha se aj që ka imam, kur ta shef gjunoj parasive I bot, tha së në rinë pa vot, së në rinë pa ndalu. Para ta e konsiderojnë dinin e Allah se jetu përzin pun të huja. Tha ndërsa, ku të bëhet gjunoj pran munafikut, tha munafiku e mbil gojen, edhe ata I thojnë s'ka me këta.
më tolerant se kisën gjenë. Mashallah, ki hec me kohë. Shumicën e zemrav e pshi I kam plaj, muhojnë ahiretin, dynjon e ndërthojnë, braktisen fjallët e zotin. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hipi në hutbe, dhe prej fjalëve që I tha në hutbe, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala la yamna'anna rajulan haybatu an-nasi an yaqula bihaqqi idha alima." Tha nuk guxon muslimon, që ku ta shofe hakin, të frikët për njerëzve dhe mos ta thoj hakin. Se veç kjo fe është e vërtet, ti kthemi Allahu, të gëzuar do të jem, qëndrojmë në rrugt Allahut, se veç kjo fe. Tha ja Eba Hazim, a ban me na vizitutit e na? Tha jo. Tha pse ja Eba Hazim? Tha se për para akon adet, krijetar, qeveritar, kanar të hoxhallar I kanë përmisu qeveritar, tu di palë që janë përmisu. Tha adeti tash hoxhallar shkojnë të qeveritar, prishën dhe hoxhallar e asën I ndryshojnë qeveritar. Se dalon halalin hiq prej haramit, ti themi Allahut me pendim sinqert, qëndrën rrugt Allahut, se veç kjo. Sulejman ibn Abdul Malik I tha shërptorit beri 1.000 dinar, ja pru 1.000 dinar, tha bujrën e Hazim. Tha jo valla, Ebu Hazimi nuk I shet fjall për Allah me dinar. Tha ja Sulejman, tha baba jot ta ka bon këtë dinar, që qatë shkollaj ti po jep tjerve, jepi ata të cilët duat dhe luqet e atyre ngritën të Allah, para duave dhe luqeve të mija, nëse dënë ti gjengjen tane me përmisu. Allah nafa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na ka mundsuar që në vendin më të dashur të Tij të ndëgjojmë fjalët e Tij, dhe lutim Allahun Azza wa Jall
që fjalët e tij dhe fjalët e pejgamberit të tij të zonë vend në zemrët tonë. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Subhanahu wa Ta'ala na ban prej atinve të cilët e përcjellmi fjalët e tij si çdo naj. Ne inshallah me emrin e Allahut Azza wa Jall do t'i thojmë disa fjalë rreth një hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që këtë hadith e ka nxjerr Imam Buhariu në Sahihun e tij. Po ashtu këtë hadith e transmeton Imam Tirmidhiu, Imam Bejheqiu dhe Imam Ahmed. Ndëgjoj vllai dashur musliman se çka na rrëfen dhe çka na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ndëgjoj se çfarë mësuesit njerëzis ka dërgu Allahu Azza wa Jall, dhe si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe i mëson dashamirët e tij që të kujdesen për vëllezërit e tij, ata të cilët ndoshta i kanë shkel apo i kanë lënë pas dore normat e Allahut Azza wa Jall. Transmeton një shoku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë shokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e quajshin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an. Nu'man ibn Bashir na transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith tha: "Mathalul qa'imi ala hududillah", shembulli i atij që kujdeset dhe është preciz në normat dhe rregullat e Allahut Azza wa Jall, apo siç kanë thënë komentatorët e këtij hadithi, që shembulli i atij që urnon në të mirë dhe ndalon nga e keqja, dhe shembulli i atinve të cilët i kanë marrë në përkom normat e Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na i sjell një shembull shumë të thjeshtë, megjithatë me kuptim të madh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i atinve të cilët janë të kujdesshëm ndaj normave dhe rregullave të Allahut Azza wa Jall, urnojnë në të mirë, ndalojnë nga e keqja, dhe shembulli i atinve të cilët i shkelin normat e Allahut janë sikur një grup njerëz që kanë hip me një anije. Dëgjoj çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj. Thot këta pasi që hipën anije, hedhën short, pasi që anija ishte dikaqe, hedhën short se ku kanë mu strehu dhe ku kanë mu vendos një grupi i parë dhe grupi i dytë. Edhe hedhën short, pasi që hedhën short, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët nuk ishin të kujdesshëm ndaj normave të Allahut, i ra shorti që të banojnë në pjesën e poshtme të anijës, ndërsa ata që kujdesen ndaj normave të Allahut, i ra shorti që të banojnë në pjesën e epërme të anijës. Kështu që këta që ishin pjesën e poshtme, sa herë që dojshin të marrin ujë, kalojshin nga pjesa e epërme, derisa këta lartë që i kenë u shqetësun prej këtyre. Edhe i than një ditë mjaft ma, për shkak se për çdo ditë duke mush ujë ka ne, po i në lagni vendin ton edhe në shqetësu. Çka bani njani prej tyre? Apo çka banën disa prej tyre të cilët ishin në pjesën e poshtme? Mor njani sopatën edhe po i mshon anijës. Çka do të vepron? Çka do të ban? Dëgjua zhurë ma lartë. Shto transmetohet me një rivet. Zbritën poshtë dhe po e pysin dhe po i thoj: çka jetu bo me këtë sopat? Tha, na pasi që e patën do e mos me mur uj prej lartë, u shqetësut prej neve dhe na u shqetësum prej ju. Na jemi të lirë, na jemi në vendin ton, na e në dhomën ton. Tha, une do të hapi një vrim, do të shpërthaj anien, do të mormi ujë ne. Në përmes kësaj vrime, edhe ju s'kini pun njësën tonë. Na jena të lirë
mos na i roboroni lirin tonë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta që janë larg, nëse i lanë të veprojnë siç mendon ki, apo siç mendojnë ata, do të fundosen ata bashkë me këta. Nëse këta i pengojnë, nuk i lanë ata që ta veprojnë atë vepër, do të shpëtojnë ata që janë lartë dhe do t'i shpëtojnë ata të cilët dojnë me fundosa një. Nga ke hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dietarët islam kanë thonë ka shumë dobi. Njani prej dietarëve e quajnë Ibni Nuhas e Samarkandi, librin e atij Tanbihul Ghafilin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me këtë shembull ka sjell shembull të mrekullues dhe ja ka bën me dije muslimanëve. O ju musliman, të mirë dhe të këqij, të gjithë jeni të hipur me një ani. Nëse fundosen të këqijt, do të fundosni dhe ju me ta. Pra, muslimani ka obligim prej besimtarit alip që të vepron diçka. Çka të vepron? Çka të ban? Që në gjithë përdor zullumqari dhe ti thot nja, për çkak se telashet që i sjell nuk i përjeton vetëm shtëpia jote, po do ta gjeje dhe shtëpin time ajo që e ka gjetë shtëpin tonë. Ibni Nuhasi thot, pasi që ania e shpëtimit në dunja është dikaq dhe di palët janë të hipur me një ani, dhe nëse fundoset ania, fundosen të di palë. Thak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me këtë hadith ka dash me na tregu dhe me thonë, keni kujdes, për çkak se nëse fundoset dini Allah, nëse gjunaat bon ashiqane, do të fundoseni ju bashkë me ata të cilët nuk jeni kujdes që ti përmisoni ata. Do t'i shifni të lashet në dunja, gjithashtu dhe të lashet në ahiret. Po nëse njani prej nesh, thotim një Nuhas, nëse të nëton me arsjetu dhe me thonë, gjdo njani hinë vërin e ve, e përdorin një fjalë dhe thonë, gjdo dele varët me kamën e ve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith e ka me demantu këtë kuptim, kja që këtë kuptim, për çkak se po ta kishte hapën vrimën e anijën, po ta shpërthën të anijën, do t'ishtin fundos të gjithë. Pra, anija ku të fundos, a valë vetëm ai që e ka shpërthi do të fundosën, apo do të fundosën dhe kojshit e ti. Por këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka desh me këtë hadith me na tregu se ju këtë dunja nëse nuk u kujdesni për ata të cilët janë përreth jush, ju këtë dunja nëse nuk urnoni në të mirë, nuk ndaloni nga e keqja, ka mundësi që belaja Allahut azza wa jall ku të zbrese ti godet të gjithë, për çkak se toka ku dridhët të këshin 5 katin 6 kat, ata mërmenja se 5 kat kanë murënu, i 6 kat najrë ka me merë, jo normal. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu me një hadith që e kanë zerë Imam Nesaiu dhe Imam Bejheqiu. Sheikh Albani ka thonë se hadithi është i vërtet. Transmeton këtë hadith Abdullah ibn Mesud. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu transmeton këtë hadith se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjala më e dashur te Allahu azza wa jall është subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk. Ka thonë kjo fjala më e dashur, fjala më e dashur te Allahu azza wa jall. Cila është fjala më e urrejtur te Allah? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjala më e urrejtur te Allah është ku ti thojsh dikujt ke frikë Allah, mos e idhnë Allah, mos e ban këtë gjuna, ai të përgjigjet dhe thot këshireve të tonë. Kjo fjalë më urrejtur dhe më shumë çka e idhnon
Allahun azza wa jall. Për këtë arsye na transmeton Imam Ebu Daudi, Imam Tirmidhiu, Ibn Majah dhe Ahmed, transmeton Abdullah ibn Mesudi dhe ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na tregon se si Beni Israilet u shkatrua. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mangësia te Beni Israilet prej nga filloj, tha filloj prej agje kur njani e shift ke vllavin e vet në gjuna, parën dit i tha, ke frikë Allahun azza wa jall, mos e ban këtë gjuna, se vallaj kjo nuk të lejohet dhe idhnon Allah. Mirë po çka ndodh, u pajtu pastaj ki me gjuna, ditën dit u ul me ta me ngron, u ul me ta me pi, nejet bashk me ta, pa ndryshu aj far. Për këtë arsye Allahu azza wa jall kur e banën këta Beni Israil çka ndodh, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëra Allah i përçajti me vet, ja përplasi zemrat njëri tjetrit, vllavi vllavin nuk e don, motra motrën nuk e don, kojshia kojshin, pes kapigjika mshel kur s'qele. Për çka? Për shkak se kur e pon gjunojn nuk e idhnun për Allah, Allahu i udhnoj për dunja. Pasaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo veç kaq, pa Allahu i mallkoj. A din çka do me thonë Allahu me të mallku? Kanë thonë dietarët islam, Allahu më idhnu ka mundësi me të mëshiru. Allah më idhnu ka mundësi me të fal dhe me të mëshiru. Argument, ka thonë pejgamberi Allah, në hadithul Qudsi ka thonë Allah, hidhërimi im e ka te i kalu, më falni, mëshira ime e ka te i kalu hidhërimin tim. Allahu ka mundësi dhëndot, pëndosh, Allahu të mëshiron. Allahu nëse të mallkon nuk të mëshiron. Për këtë arsye, ka thonën Allahu në Kurani Kerim, luajnë alladhina kafaru min Bani Israil, pra u mallkuan ata që nuk besuan prej Bani Israilve, u mallkuan dhe në përmes gjuhës së Daudit a.s. Wa Isa ibn Maryam dhe Isait a.s. dhalike bima asaw wa kanu yahtadun. Pse u mallkuan? Tha për çka se Allahu t'i banën gjuna dhe i te i kalun kufijt e gjuna. Ketër çka banën? Tha Allahu në Kur'an, kanu la yatanahawna anil munkar, tha skandalu prej të keqët. Tha për çka se skandalu prej të keqët. Pastaj i lexoja jetën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, o ju musliman, tha jo vallah, pa qëtër do të urnoni në të mirë, do ndaloni nga e keqja, do të menni për dorë zullumqarin dhe do të pengoni prej të keqës, se për ndrish Allahu ju përçan si që ka përqa ata dhe ju mallkon si që ka mallku ata. Për këtë arsye, Imam Ibn Kathirin tefsirin e tij thot, në komentin e fjalës Allahut azza wa jall, që Allahu ka thonë suratul Araf, ka thonë alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi, dhe ata që e ndjekin pejgamberin Allah, që i cili s'ka ditë shkrim dhe lexim. Ka thonë yajiduna maktuban indahum, këta e gjejnë të shkruar ku në librat e tyre, në Teurat dhe në Injil. Çfarë cilësi ka ki pejgamber që ka me ardh, që ka me ndjek njerëzit? Ka thonë ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhanil munkar, urnon në të mirë dhe ndalon nga e keq. Pra Ibn Kathiri thot, në Teurat dhe Injil cilësit kryesor që i kanë gjetë të shkruar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë ka unu në të mirë dhe ka ndalu prej të keq. Për këtë arsye Allahu ka thonë Kurani Kerim, kuntum khayra ummah, keni qenë
dhe do t'jeni ummeti ma i zgjedhur. Kur? Ka thonë nëse e përmbushni kushtin, cili a kushti me qenë populli ma i zgjedhur, populli ma i dash, populli ma i lavdruar, ka thonë nëse urnoni në të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Për ata Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, kur e pa disa haxhiler në hax, i bajshin disa gjuna, u ngrit Omer ibn al-Khattabi dhe i tha: o ju musliman, nëse doni me qenë populli ma i mirë dhe ma i zgjedhur, plotësoni kushtin që Allahu e ka kurzu në Kur'an, e pastaj e lexoj këtë ajet. Imam Bejhaqiu, Allahu e mëshiro, thot dallimi mes munafikëve dhe muslimanëve është se muslimant urnojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqe, e munafikt urnojnë në të keqe dhe ndalojnë nga e mirë. Nga e mor Imam Bejhaqiu këtë kuptim nga fjallët e Allahut Azza wa Jall, kur e pitën Imam Bejhaqiun prej nga u argumentove me këta, a e tha Allahu ka thonë Kurani Kerim, Allahu ka thonë Kurani Kerim, el munafikune wal munafikat, munafikët prej meshkujve dhe munafiket prej grav, baduhum min bad, janë njësoj si meshkujt dhe si femrat, ya'muruna bil munkar wa yanhauna anil ma'ruf, ndalojnë prej, urnojnë në të keqe dhe ndalojnë prej të mirë. Allahu subhanahu wa ta'ala munafik në Kurani Kerim i përshkun dhe thot, urnojnë në të keqe dhe ndalojnë prej të mirës. Kur i ka përshkujt besimtar ka thonë, wal mu'minune wal mu'minat, besimtar dhe besimtaret, baduhum awliya u bad, janë të dashur njani tjetrin për Allah, ya'muruna bil ma'ruf, urnojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keq. Pra Imam Bejhaqiu nga këto ajete ka thonë, nëse dush me dit vetën, aje prej palës që Allahu ka thonë el mu'minun, prej besimtar, apo nuk je këshire vetën tonë, a unon në të mirë dhe ndalon prej të keqës, apo hesht dhe nuk t'intereson, aruna zot ndoshta, dhe ndalon prej të mirës dhe unon në të keqë. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall, Kurani Kerim, gjithë Kurani Kerim, pasi që Allahu Azza wa Jall e zbriti Kurani Kerim, e zbriti një ajet në Kurani Kerim dhe tha, wa men ahsanu qawlan mimmen da'a ila Allah, tha ka dhe një fjalë më të mirë se ai që thërret në rrugën e Allah. A ka fjalë më të mira se sa ata që thërasin rrugën e Allah? Do me thonë, a ka njerëz dhe musliman më të mirë se sa ata që urnojnë në të mirë dhe ndalojnë nga keq? Allahu Azza wa Jall me këta jetë ka dash me na thonë se së në gjeni më të mirë se ta, pasi që Allahu së në ka gjetë, vllai i dashur musliman, a ti ndoshta kje me gjetë dikan ma i mirë që ai që thërret në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Për ata transmeton Ibn Qayyim nga Hasanul Basriu që i ka thonë, këto janë evlijat e Allahut. Nuk është evlija me hec mbi ujë, as nuk ka evlija me inzarë dhe mos me gjek. Evlijaja është ai i cili thërret në rrugën e Allahut, urnon në të mirë, ndalon prej të keqës, e adhuron Allahun Azza wa Jall, edhe i mëson njerëzve dinit e Allahut. Këto janë evlijat e Allahut. A din çka do me thonë me qenë evlija Allahut? Me qenë evlija i Allahut do me thonë, jo ai kuptim të na që shkuptohet, se njoni mos fol prej këtu se në stamoll është amotnim çka po fol për ta. Edhe ai evlija, aja shejtan nuk ka evlija. Allahu ka thonë, ela inna awliya Allah. A do një me ditë kush janë evlija?
Alladhina la khawfun alejhim wala hum yahzanun. Ato që nuk i frikën askujt vetëm Allah dhe nuk brengoset nëse i pakohet prej dunjos diçka. Këta janë evlijat. Me qenë evlija Allah do me thonë me qëtësu dikush Allah i ka shpall luft ati që të shqetëson. Di lufta Allah i ka shpall të hapura. Lufta e parë Kurani Kerim e kemi cek kamat gjive. Luftën e ditë të hapur Allahu Azza wa Jall e ka përmen në hadithul Qudsi dhe ka thonë men aada li waliyan faqad adhantu bil harb. Ai cili më shqetëson një evlijat timin i kam shpallu. Për këtë arsye me qenë evlija Allah do me thonë mo idhnu për Allah. Qka do me thonë mo idhnu për Allah? Do me thonë ko ta shifë që Allahu Azza wa Jall me një vepër e idhnon dikosh me morë për dorë, me këshilu dhe me mësu dhe mos me leju që Allahu Azza wa Jall me idhnu. Kjo do me thonë me qenë evlija. Nuk do me thonë me këta që me zonë ata me skapit dhe mos me lonë kur nga më gju. Katede Zonë si Ibn Abbas tregon dhe thot jam çudit me një ajet në Kurani Kerim. Allahu Azza wa Jall misionon pejgambert Allah Musajin dhe Harunin e qënë të Firauni dhe i thot thuni Firaunit fjallë but. Thash subhanallah, ai cili ka thonë ena rabbukumul a'la, unë jam Zoti më i madh, Allah i thot shko thuni fjallë but. Tha Katad, tha pasi që Allahu Azza wa Jall e mësoj Musaj dhe Haruni me i thonë Firaunit që e ka shpall vetën Zot fjallë but. Tha qish qëfar fjallë me i thonën ati që i thot në sejde subhana rabbi el ala. Allahu është më i lartë. Fjallë edhe më të buta. Për këtë arsye, laj dashër musliman, në këtë umet, në këtë gjemon, në këtë shoqëri, ka hajr. Vetëm se ne duhet me gjetë manirën se i si flasë me njerëz, si thos me njerëz, si mësoj njerëzit, për çkak se këtë dëtir e kena prej anës Allahut Azza wa Jall. Dhe ne nëse nuk ngritmi me këtë dëtir, Allahu Azza wa Jall ka mundësi me zbrit dënimin edhe me i shijuën dënimin e Allahut edhe ata të cilët kanë qenë ndoshta të kujdesshëm deri dikun ndaj rregullat Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye, Abu Bakr radiallahu anhu u ngrit në mimberin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: o ju musliman, ju jeni duke lexuar një ajet në Kurani Kerim dhe mendoj se këtë ajet jeni duke e keq kuptu apo duke e zbrit në vendin jo të duhur. Cili është kjo ajet? Ajeti në suratul Maide. Thot Allahu Azza wa Jall: ja ejuhalladhina amanu alejkum anfusakum la yadurrukum men dalle idha htedejtu. O ju që keni besu, kuptimi par, kujdesu për vetën tonë. Ata që kanë deviju s'kan mundësi me shkaktu probleme për deri sa i ullzu. Tha Abu Bakr radiallahu anhu, tha pasha Allah, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, ka thonë pejgamberi Allah, njerëzit nëse e shofin zullumqarin parasive të ati që ban zullum dhe ban padrejtësi dhe ban gjuno dhe nuk e kapin do, nuk e pengojnë, tha ka mundësi Allahu Azza wa Jall
me përfshi me dënimin e atij të gjithë. Allahu Azza wa Jall ka mundësi që dënimin e tij me zbrit edhe me shiju edhe të mirë. Omer ibn Abdul Aziz transmeton Imam Malik i cili ka thonë, Omeri radiallahu anhu, thot Omer ibn Abdul Aziz, na është transmetu dhe na është tregu se njerëzit nëse bojnë gjunohen në vetmi dhe ato gjunohen nuk i bojnë hap të zip, Allahu nuk i dënon qërë që s'kan bojnë gjunoh, deri ti bojnë gjunaqar gjunohet hap të zip. Nëse i bojnë gjunaqar gjunohet hap të zip, Allahu e zbret dënimin mbi të gjithë. Ka thonë El-Ala ibn Bedr rahimullah, inna Allah ta'ala la yu'adhibu ummah tastatiru bil ma'siyah. Allahu nuk e dënon një ummet derisa ai ummet e mshef gjunoj. Motër ndëru, tash na jena në pragun e nxehtësis. Ti me mbulesën tonë, e pajton Allahun tonë apo i dhënon. Vërtetën zhek, po zhek i xhenemit a shumë ma i nxehtë. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi Allah, të gjithë falen, ka mundësi Allahu mi fal, veç një grup njerëzit Allahu nuk i fal. A din të cilët janë ata? Ata që i bojnë gjunat hap të zi. Pra motra ndërshme e cila del për mbules, valkja, gjunojnë e ban sheftas apo haptas. Normal se haptas. A nuk e frikë që Allahu Azza wa Jall me të hedhë në xhenem dhe me të harun ta, për shkak se e ki bo gjunojnë haptazit. Gjithashtu prej dënimeve që Allahu Azza wa Jall ka thonë dhe na ka mësu pejgamberi Allah, kur një ummet e len urdhin në të mirë dhe ndalesën nga e keqja, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa e shofin gjunon, nuk e ndalojnë për anësive atin, nuk urnojnë në të mirë, bojnë dua Allahut, Allahu nuk ja pranon luq. Allahu i mbyll dirt e qiellit, kur ti mbyllin njerëzit gojat e tyre, që nuk urnojnë në të mirë dhe të ndalojnë nga e keqja. Vllai i dashur musliman, transmetohet me një rivajet nga të partë tonë dhe kanë thonë, ai i cili nuk urnon në të mirë dhe nuk ndalon nga e keqja, nuk respektohet në dunjë. Pa prindi ndersh, apo e din ti pse s'po respektohet shtëpinë tonë, për shkak se gjunojnë e shenë shtëpinë tonë, nuk i dhënohesh për Allah. Për këtë arsye kanë thonë të partë tonë, derisa nuk i dhënu për Allah, Allahu e ka bo që fëmijët e tu me t'i dhënu ti në këtë dunjë. S'ka respektim, gruja të respekton, gjali nuk të respekton, reja lama hiq më jo, për shkak se një ditë si i dhënu për Allah, për shkak se ti e ki mbyll, e ki drinos, gjuhën tëne mi thonë keni frikë Allah, dhe me këta i dhënoni Allah, me ta thi një gotë, me ta prish një mjet, me ta arqu një dinar, dunjohën e ngrit, për Allah, zban asgjo dhe thot, s'po ngojnë hoxha qka me bo, kur të ngun për dunjo, s'po të ngojnë për akiret. Ja vllai dashur, problemi defekti është e imanijat, për çka kse niveli i gjakit, shtipjen e kije shumë poshti, ka puna për Allah, kur është për dunja shtipja i hip 250, për Allah s'ka i dhënim. Allahu Azza wa Jall për këtë arsye ta hum vlerën, ta hum prindrin tonë, ta hum pozitën tonë, s'respekton askush, s'ndëgjon askush, s'ban mall kërkush, probleme sa dush. Kështu me radhë,
pse Allahun Azza wa Jall e ki idhnu. Për këtë arsye transmeton Gjami ibn Shaddad. Tha ishta në vizitë të një vllavi im Persi. Vllavin tim Persi e quajnë qenë Abdurrahman ibn Yazid. Duke qenë të aj, i erë lajmi Abdurrahman ibn Yazidit se Aswad ibn Yazidi vllavi vetë kishte vdekën duke qenë në udhtim dikon. Dhe tha Abdurrahman ibn Yazid, tha Allahu e mëshiroft Abdullah ibn Mesud. Tha Allahu e mëshiroft Abdullah ibn Mesud. Tha se Abdullah ibn Mesud kështu pa thonë. Tha në qka ka thonë Abdullah ibn Mesud? Tha Abdullah ibn Mesud i pa thonë, yadhhabu s-salihun aslafen wa yabqa ashabu r-rajb. Kështu shkojnë të mirët në ahiret, jesin ata njerëz e dishim. Tha ja Abdurrahman, tha kush janë njerëz e dishim? Tha njerëz e dishim janë ata që i shofin gjunat para tyre dhe nuk ndalojnë për gjunat. Ato që ndalojnë vdesin dhe shkojnë. Transmeton Khalali, nxënësi Ahmed ibn Hanbel, apo ai që i ka përmbledh rivajetet e Ahmed ibn Hanbel. Khalali tregon dhe thot, kemi qenë Tarsus, me një qytet prej qyteteve të Shamit, sot gjendet në Liban. Kemi qenë Tarsus, në ka tregu Omer ibn Salih, i cili transmeton nga Ahmed ibn Hanbeli që ka thonë, ka me arë një zaman, muslimani, besimtarit, ka me pas vlerën sa një ngordhësir, sa një sendi coft, ndërsa munafiku me gisht kanë me jabon. Nxënësit e Ahmed ibn Hanbeli në që dit, tha një imam, munafikut me jabon me gisht, muslimon, mos me pas vlerë, tha po valla. Tha pse ja imam? Tha se aj që ka imam, kur ta shef gjunoj parasive i bot, tha së në rinë pa vor, së në rinë pa ndalu, për ata e konsiderojnë dinin e Allah, se jetu përzin pun të huja. Tha ndërsa, ku të bëhet gjunoj pran munafikut, tha munafiku e mbil gojen, edhe ato i thojnë s'ka me këta, ma tolerance kisën gjenë, mashallah, ki hec me kohën, kur bespërzit, shkon nga zino bashk me ti, shkon kafiq bashk me ta, shkon darsëm, para këngëtarëve ki, kur bespërzit, njeri ma i mirë se ajsën gjenë, tha për ata, ja bojnë me gisht, aj mashallah, për shka kështë si dhënot kur për Allah. Kështu transmeton Ahmed ibn Hanbel, transmeton Ebu Said el-Khudri, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hipi në hutbe, dhe prej fjalëve që i tha në hutbe, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحقه إذا علم. Tha nuk guxon muslimon që ku ta shofe hakin, të frikët për njerëzve dhe mos ta thoj hakin. Tha nuk guxon besimtari ku ta shofe gjunojnë me thonë se s'ban, mos turprohet për njerëz. Sahabët sa këte pejgamberit të Allah, tha ja kena dhonë besën pejgamberit të Allah, me thonë të vërtetën ku do të jemi, pa ju frik askujt, kanë dhonë besatim të pejgamberit Allah. Për këtë arsye, dhe kjo si përfaqe tokë, kjo tokë i përjetoj disa njerëz, ata të cilët u ngritën me këtë emanet dhe qunë në vend. Prandaj dashur musliman, ndëgjoj disa dietar të famsh, ata që u idhnun një ditë për Allah,
dhe ato kënë shkaktar që i dini Allahut Azza wa Jall. Sot e kësaj dite lullëzën shumë treva, për çka kështë jetuan për Allahun Azza wa Jall. Pra ndëgjo, me një burr të madh, me një dietar të famshëm, që e quajnë Ebu Ghayath Ez-Zahid. Ebu Ghayath Ez-Zahid tha banojshna me një qitet prej qitete që e quajtin Bukhar. Banojshna me një qitet prej qitete Bukhar. Tha mora rrugën me vizitu vllavin tem në qitet. Duke kalu, tha kalova pran pallatit të mbret. Në atë kohë, ki mbret e quajnë Nasr ibn Ahmed. Tha kur kalova pran pallatit të mbretit, u qelëndir. Qka dul prej to? Tha dul një grup këngëtarëve që i kishin bë muzik mbret. Tha kur dulën ata, thash me vete, o Zoti ma, vërtet tash më kishtin sprovim. Dhe i thash, ja Bagajat, nëse hesht edhe në që këtë ven, dhe nuk flet, vallahi ja e Bagajat, i e shoki atin vëngjuna. Thash, o Zoti ma, ta kam dhënë besën mi këshillu musliman, tha e mora një shtok të modhe, edhe ju drejtova atin dhe hinë në mrenë. Tha kur hinë në mrenë, u ankun të mbret. Mbreti i qoj policin mora në mrenë. The po më thot, ja Bagajat, a nuk i dëgju se ai që e i dhënën mbretin, e ka të sigur drekën në burg? Ebu Ghayath ju përgjith dhe i tha, tha o fila, tha tjas nuk i ndëgjuse, ai që e i dhënën Allahun e ka darkën të sigurum gjenem. Tha ja Bagajat, kush ka dëtiru ti e me këtë dëtir? Kush ka ngarku me këtë përgjithsi? Tha i që ta ka dhonë qeverin tije, qa i thom ka angazhu mu? Tha mu ma ka dhonë halif, po ti e kush? Tha mu e Zoti halif. Tha ja Bagajat, a nuk të pata caktun se merkant me këshilu, me ndalu pe i të keqës e jonë Bukhara? Tha jo, tha është Zot një mbret. Tha lajmët si vonë po të vikët. Tha unë e kam dhonë dërheqe pi moti pi kësor. Tha subhanallah, ki dhonë dërheqe pi moti prej kësaj dëtire, ave pa e ki dhonë dërheqe, edhe me gjitha ta ki arë në Bukhara me këtë dëtire. Prej a gje ki dhonë dërheqe, ka ki arë me dëtire. Tha Zoti mbret, vetë pse kam dhonë dërheqe. Tha pse ki dhonë? Tha kam dhonë se kam hinë qëtër punë. Qfar punë? Tha kam hinë punë të aj që nuk mi përjashton qitetet dhe palatët dhe njerës. Tha tim pa të urnu, viç nëse merkand me ndalu. Hinë në punë aj që më tha ku do qesh, ndalo prej të keqës dhe unë në të mirë. Breti në koment. Unal, tha këtë një kërkes, tha shumë kam. Tha unë nëse do t'i plëtsojmë ja e Bagajat, të në tënë të mbreti tash më në req me oqë. Tha ke mundësi me mbo të ri. Tha lip këtër shka se s'moj këta. Tha ke mundësi një mesazh me ja quen për gjeqit Malikit, kujdestarit, zjarmit, mos ta gjek e Bagajat. Tha s'moj dhe këta lip që tërshka. Tha ke mundësi me i fol për gjeqit gjennetit që tafton edhe të nderon e Bagajathin gjennet. Tha s'moj. Tha unë e krej që to i kam paraqit te aj që mund s'kam nevoj për ti. Aj cilit jeton për Allahun a kollaj. Aj cilit shpreson atë që Allah e ka premtuar shkollaj. Transmetohet Sulejman ibn Abdul Malik. Sulejman ibn Abdul Malik
shkon haqë, e pastaj shkon Medinë. Mbret, Khalif, kur më rrinë Medinë, i thot shokëve të vetë, a ka dhe një sahabi këtu në Medinë, që e ka pa pejgamberin Allah, thanë jo, kanë vdek. Tha, ka dikush që e ka taku dhe një shokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thanë, është një hoqë, e quajnë Ebu Hazim. Tha, maftoni ata. Erdhë Ebu Hazim të Sulejman ibn Abdul Malik. I dha selam, e Sulejman ibn Abdul Malik i tha, ja Ebu Hazim, pse që ka qëftoft me mu po selë? Ti e të kanë lavdru, kanë thonë se ti e i vetëmi që i ki met, që i ki shoqru dhe i ki pashot të pejgamberit Allah. Pse ftoft me mu? U përgjigj Ebu Hazim dhe i tha, ja Sulejman, tha une nuk pedish dhe qatë ftoft. Tha kur erdhen Medinë kejt erdhen më falen, viçti nuk erdhen. Tha ja Sulejman, ti e din shumë mirë se kur se në të ku edhe se në njoftu. Tha vallaj, me të pas njoft kish në ardhë, po se mi njoftu edhe s'ka marë. Tha ja Ebu Hazim, po du me të pyt diqka. Tha unë në. Tha ma lena në kra ul maut, pse s'po kena qef me vdek? Tha ja Sulejman, tha di pëse s'ki e qef me vdek? Tha se e ki ndërtu dënjon dhe e ki rënu ahiret. Tha ja Sulejman, kush ka qef prej shtëpis 3 me dal dë vetrën? Tha dunjon e ki ndërtu, ahiretin e ki rënu. Kush ka qef me dal prej shtëpis së rënu, ndërtu në shtëpin e rënu? Tha ja Ebu Hazim, kisha shpuna si do të shkojmë në ahiret. Tha ata që shkojmë në ahiret janë diloj. Njoni shkon në ahiret sukur gjali që i ka qenë gurbet, një kohë të gjatë, familje janë përmallu ke i dalin me prit. Njoni shkon në ahiret si kur punëtori që e ka vjedh pronorin, pastaj e kanë zonë policia dhe e këthen gjeli. Tha ja Ebu Hazim, a thu qka kena na në ahiret? Tha këshire vetën tonë në Kur'an, tha do ta dish ka ki me pas në ahiret. Tha ja Ebu Hazim, ku ta këshirin, cilin ajet? Tha ceret suratul Infitar. Hape suratul Infitar, Allahu ka thonë Kur'ani Kerim, innal ebrara lefi naim, wa innal fujjara lefi gjahim. Të mirët në gjennet, edhe të këshit në gjennet. Tha e din kollaj, a don me dit ku e kje ven? Këshirë thonë Kur'an të kalzon ku e kje ven. Tha ja Ebu Hazim, tha ina rahmetullah, tha ku është mëshira Allah? Tha mëshira Allahut është afer bamirësave. Tha ja Ebu Hazim, cili njeri është ma i meqën këtë dënjo? Tha i cili e ka mësu të vërtetë, ka vepru me ta dhe ja ka mësu qerve. Tha po cili njeri është ma i marë? Tha i cili të nëton me ja plëtsu dëshirën qerve, e hup ahiretin e vetë të janë rejtë qerve dunjo. Tha cili njeri është ma i marë? A i cili ja plëtson epshin qerve, e prish ahiretin e vetë të janë req qerve dunjo. Tha ja Ebu Hazim, cila dua ma shumë pranohet e Allah? Ka thonë duaja e atinve modest që frikën Allahut Azza wa Jall. Tha ja Ebu Hazim, cila sadaka është ma e pranum të Allah? Sadakaja ma e pranum është modeste që e ki fitu pi gjesës tonë. Tha ja Ebu Hazim, qka mendon për këta që e nësë përhu për khilafet? Tha ja Sulejman,
ti e din fort mirë se s'jam përzi kur, edhe për ata marrë si e ta se s'du me fol kur për ta. Tha vallaj kje me këshillu. Tha ja Sulejman, qka të flas për një pozit dhe për një qeveri, që e keni vjedh prej njerëzve, kërkan se keni konsultu, gjakun e njerëzve keni der, regullat e Allahut i keni anullu, e keni thi besën me Allahun azza wa jall. Val, tha qka kam me thonë për këtë qeveri, edhe qkini ju me thonë që e keni morë këtë posë. Kur i ndëgjoj roja e Sulejman ibn Abdul Melik, do fjallë pak si të rana, filloj me ofendu. Filloj Ebu Hazimin me ofendu, tha hesht, para halifës po folë kështu, tha hesht o rëncak, tha se ju jeni ata që e keni up halifë, tha e dini se Hamani e ka up Firaunin, tu ja bo rafsh, edhe Firauni e ka humb Hamani. Tha vallah, ju jeni ata të cilët ja keni bon let ahiretin dhe ja keni bon let zullumin. Ju jeni ata të cilët ja keni dashuri u dunjon dhe ja keni arru ahiretin. Heshtë rëncak, tha se ti e ki mod në qaf, ata dhe vetën tonë. Ata të cilët ja dojnë të mirën të njerëzve, ata i dojnë ata të jenë bashkë në xhennet. Dërsa ata që i dojnë dunjon, ja dojnë dunjon e tire, se kanë derë se përfundimin ku kanë me pas. Pastaj Sulejman ibn Abdul Melik ja nisi me qaj dhe tha, ja Bahas, a ka zgjidhje për neve? A ka përmisim për neve? Tha ka. O ngrit Sulejman ibn Abdul Melik, o ull, tha qfar zgjidhje dhe si me zgjidh. Tha unë të mësoj si me zgjidh problem. E mësoj Ebu Hazimi dhe i tha, të khudhil male min hilli, mere pasurin prej halalit dhe jepja ati që e meriton. Shtrengoj dorën ku e ki liru në haram, edhe liroj dorën ku Allahut ka lip, tha përmisohet gjendja jo. Sulejman ibn Abdul Melik i kjo do këran, tha ka mundësi që këta me vepru dikusha? Tha ka. Tha kush është ai që mundet me bo këta? Tha i cili hik prej xhenemit për me shku në xhenet, dhe ai që don traditën me lon për me hin një badet, tha e ban. Ai cili don me shpëtu prej zjarmi, me hin xhenet kolla e ban, dhe ai cili don milon adetet e këshia, mu ban i badet gji i mirë i ban. Tha ja Bahaz, a ban me na shoqru neve, ti me na këshilu neve, na me pas dobi prej tije, dhe ti me pas dobi prej neve. Tharu në zot, tharu në zot me ju shoqru. Tha pse ja Bahaz? Tha se kam frikë që Allahu ka thonë Kur'an i Kerim, mos anoni të ata që i kanë bon zullum, se ju prek zjarë. Tha i shof të lashët në dunjo dhe në ahiret. Tha ja e Bahazi, a ban me na vizitu ti të na? Tha jo. Tha pse ja Bahazi? Tha se për para akon adet, krijetar, qeveritar, kanar të hoxallar. Hoxallar i kanë përmisu qeveritar, tu di pal që janë përmisu. Tha deti tash hoxallar shkojnë të qeveritar, prishën dhe hoxallar e asën i ndryshojnë qeveritar. Tha për para, kër e ka ndasht akiret, krijetar kanë me përmisu akiretin e tyre pranë hoxallar. Hoxallar që janë prish, a krijetar që janë ret. Tash ka ka ndodha, Ebu Hazë, në kohën e ati, tha tash hoxallar po shkojnë të qeveritar, jo qipin reqin ata, po ata po ja prishin dinin këtër. Tha për ata s'ka.
Tha ja Bahaz, tha banëm dua. Ebu Hazim ja bani një dua. Tha Zoti ma, nëse Sulejman ibn Abdul Malik është prej të mirëve, ja mundësot mirët dënja dhe në ahiret. Tha nëse apit këshirëve përmisoje në të mirë. Tha vazhdo më shumë. Tha mjaftën kjo nëse pranohu. Tha gëzohu nëse je për të mirëve, mësohu nëse nuk je prej të mirë. Tha ja Sulejman, mos harro se rahmeti Allah në dënja ka mundësi përfshin të mirë dhe të këshirë. Në ahiret rahmeti mëshira Allah, tha nuk i përfshin vetëm ata të cilët kanë pas frikë Allah në dënja. Sulejman ibn Abdul Malik i tha shërptorit beri 1.000 dinar. Ja pron 1.000 dinar, tha bojrën Ebu Hazim. Tha jo vëllah, Ebu Hazimi nuk i shet fjallë për Allah me dinar. Tha ja Sulejman, tha baba jot ta ka bon këtë dinar, që qatë shkollaj ti po jep qërve, jepi ata të cilët duat dhe luqet e atyr në ngritën të Allah, para duave dhe luqeve të mija, nëse dënë ti gjengjen tone me përmisu. Tha ja Bahazim ma jep një këshill përfundimtar. Tha ndëgjo, halalu dunja hisab. Tha dunjaja pasuria që është halal, tha ka logari në ahiret. Wa haramuha iqab. Nëse ki fitu me haram, tha dënim. Wa ila Allahi l-maab. Ta Allahu krejt këna mu këthi. Fettëki adhabek. Ke frikë se po hedhësh në dënim. Ke frikë se po të kap dënimi Allah. Tha ja e Bahaz, a ban me të vetë diçka, tha unë në. Ti që shikije halët me pasuri, pika ti e dven pasuri. Tha di pika ven. Tha unë që shtu e kam gjengjen time me furnizim. Tha e thika tu bjadli. Tha besoj fort në drejtësinë Allah. Wa të wakkul ala kerami. Dhe ja kam bushtet bujarisë Allah. Wa husnu dhanni bi. Kam mendim të mirë ndaj Allah. Wa sabru ila e gjeli. Baj durim dheri dvejnë e gjeli. Wa ljesu mimma fi e dinat. Dhe kur nuk lakmoj ka mum shpresët prej asaj që njerëz e ka ndonë. Tha ja Eba Hazim, irfa i lejna hawa i gjek. Tha ban kërkeset e tua ti paraqisht e na. U përgjigj Ebu Hazimi dhe tha, rafatuha, i kam ngrit të aj që nuk në qmohet as kush kur i ngrit të aj. Tha fema a'tani minha qabil, qka ma jep qata e pranoj, wa ma emseke anni radit, ata që s'ma jep jam i knaqër me ta, edhe pse, tha ja Sulejman, tha une e këshira qështjen e riskit dhe e pash, se një pjes ishte e joqja, e njëtra pjes nuk ishte e joq. Ajo që ishte e joqja, tha ja Sulejman, ku me dit qka me bon, një dit për para me ngron dhe me mor, s'kishe mundësi me bon këta. Edhe gjithashtu u vërtetova, se ajo që sash e joqja, kursën po mirshe, tha dhe e dita se, pasi që Allah ma ka ndalu mu, me amor që tërkuj riskin, tha dhe ati ja ka ndalu me ma mor mu e risk. Tha pse atërë mu lop, edhe pse mu raskapit, edhe pse mu brengos, kurse e dita se si që ma ka ndalu mu, ja ka ndalu dhe ati. Tha wallahi ja Eba Hazim, kërkesën tone të unë kje me paraqit. Tha ma plëtson kërkes? Tha po inshallah. Tha unë e këtë kërkes e kam. Kur as një dinar mos ma qo patali. Kur mos më hajdeze, mos më thirë patat.
Tha asni dinar mos ma më qo pa ta li, dhe mos hajde as mos më thirë pa të ardhun e vetë, që kjo a kërkesa im. Atinve që e dashtën Allahun Azza wa Jall, ata që shpresuan, ata që e kanë donë Allah, dhe qeveritar, dhe pasanikat, dhe të mdhajt, nuk i frikën ata, po Allahu Azza wa Jall ishte ma i larti, pasaniki ma i madh, nuk i ndaloj ata që ti unojnë në të mirë, dhe ti ndalojnë nga keqja dhe ata. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahut na ban prej atinve të cilët e dhojmë të vërtetën, ashtu si që donë Allahu Azza wa Jall, që Allahu qëti knaqër me neve dhe të kemi përfundim të mirë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. والحمد لله ولا